Në një botë ku gjithçka ka një çmim, liria e një të aratitruri duket më e kushtueshme se çdo gjë tjetër. Sidomos kur ata ndjekin rrugën e krimit dhe drejtësia u është vënë pas. Një jetë në arati kërkon jo vetëm kosto financiare, por dhe përballje me rreziqe të vazhdueshme. Elion Hato, i njohur si ushtari i vetmuar i Ervis Martinajt, është një nga ata që ka zgjedhur këtë rrugë. Ai është shpallur në kërkim me SPAK prej korriku 2023 dhe ka masën e sigurisë arrest me burg për disa vepra të rënda penale, përfshirë tentativë vrasje dhe armbajtje pa leje. Emri i tij lidhet me 2 ngjarje kriminale të rënda në Shkodër në vitin 2024, ku dyshohet se mbeti dhe i plagosur. Historia e tij kriminale daton që nga viti 2014, kur akuzua për një vrasje në një lokal në Shkodër. Fillimisht u arrestua, por më pas një person tjetër u shpall fajtor për atë krim. Megjithatë, emri Hatos është përmendur vazhdimisht në dosje të tjera kriminale, duke mbetur në qendër të vëmendjes së autoriteteve. Në vitet e fundit, Hato besohet të ketë qenë një ndër njerëzit më të besuar të Ervis Martinajt, një figurë kyçe e botës së krimit në Shqipëri. Me zhdukje misterioze të Martinajt, shumë prej bashkëpunëtorëve të tij janë eliminuar, ose janë arratisur për të shmangur ndëshkimin e rivalëve apo drejtësisë. Hako, me qenë se izoluar dhe i ndjekur nga autoritetet, besohet se ka ende lidhje të fuqishme në botën e krimit, gjë që i ka munduar atij të mbijetojë deri më tani. Përpjekjet për ta kapur vazhdojnë, por vendodhja e tij mbetet e panjohur. Autoritetet kanë kryer disa operacione për të arrestuar, por pa sukses. Në këtë betejë mes jetës, krimit dhe ligjit, Elion Hato është një nga ata që lufton për të mbijetuar në histori ku drejtësia dhe akmarrja ndjekin të njëjtën gjurmë.